Përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi në kanalin Monitor TV për të vazhduar të komentojmë ngjarjet që në fakt po na bëjnë lëmsh. Tani, Ledioni ditë më parë, do me thënë nga Instagrami i tij hoqi gjestin, hoqi të gjithë banorët e Big Brother VIP, do me thënë nuk është vetëm gjesti, hoqi Eglin, hoqi Danjën, i hoqi të gjithë. Mbrëm në orën 12 të darkës, do me thënë në orën 12 të mëngjesit, pasi që ndroi dita, Ledioni hedhë në Instagram fotografin me gjestin nga nata e finales duke përqafuar dhe i uron ditëlindjen. Në anën tjetër, Sara Hoxha, bashkëshortja e Ledionit, njëkohësisht edhe producentja e Big Brotherit, por dhe drejtoreshe Top Channelit, kështu le ta themi, e ndjekën gjestin. Tani unë e kam komentuar shumë të pjesën dhe gjithmonë kam qenë konfuz në drejtimin e marrëdhënies së tyre. Ledioni mund ta ketë hequr gjestin për një arsye, sepse personazhet publik dhe që janë të famshëm si puna e Ledionit, në qoftë se, mendoj unë tani, do fillojnë të bëjnë follow të gjithë banorët që do të hyjnë për Big Brothera, nga 30, 60, 50, 60, 30, 20, 15, ai numri i followersave, do thënë që Ledioni ndjekën rritet shumë. Dhe personazhet publik, që janë vërtet personazhe të klikueshëm, të komentueshëm, që ka një peshë të madhe siç ka Ledion Liço, nuk ma merr mendja që dëshirojnë që këtë pjesën ta kenë me shumë klikime dhe ka përzgjedhur që t'i heqën. Por çuditërisht është pse ndjekën Luizin, pse ndjekën Kiarën, pse ndjekën Sarën, Sara Gjordenin, pse ndjekën Ilnisa Agollin, e shumë të tjera. I ndjekën ato sepse i quan personel të Top Channelit, dhe këto tjerët nuk do t'jenë me Top Channel dhe ja ka uruar ditëlindjen gjestit vetëm për t'ja uruar, sepse gjesti më tash ka nisur një kontratë të re dhe i bie që nuk mund të ketë kontratë me bashkëpunimi me Top Channel, pasi që nga veprimi që ndodhi, tani është në pikpyetje në qoftë se gjesti do të nxjerrën këngën në Top Media Music. Unë me sa e di, njëra këngë do del aty për faktin sepse gjesti këtë e ka patur projekt nga vllau i madh që në valixhen e tundimeve, që një këngë duhet të nxjerrën në Top Channel dhe besoj që kjo kënga do t'i mbetet kanalit zyrtar Top Media Music, ndërsa kanali tjetër që mund të bëhet në emër të gjestit, ndoshta mund të ketë përfitim këtu edhe Top Channeli, sepse nuk e dim se si e kanë zinxhirin e lidhjes. Unë gjithmonë e kam thënë që Top Channel në asnjë mënyrë nuk do të lërë, pasi që edhe vazhdon të komentohet, e pash edhe në emisionin e ditës së sotme, titulli ishte gjesti, titulli tjetër ishte Xheneta, do me thënë që Krisa në 30 minuta intervist kishte fol vetëm 2 sekonda për atë pjesën dhe gjithë titulli, gjithë intervista ishte bazuar në këtë, do me thënë në këtë pjesën 2 sekondçe. Dhe duke patur që bëhet fjalë vetëm për gjestin, jam shumë i bindur që bashkëpunimi i tij me Top Channelin vazhdon, edhe pse gjesti mund të bëj bashkëpunime të tjera, ndoshta pse s'duan të binë në sy, edhe me banorët e tjerë që mos ndihen keq, edhe me shumë të tjerë, sepse ndoshta në sy të banorëve të tjerë gjesti merr më shumë popularitet, merr më shumë vëmendje, merr më shumë duartrokitje nga Top Channel dhe besoj që me patjetër e bëjnë këtë rrugtimin kështu. Sepse Ledioni, duke njohur karakterin e Ledionit, duke njohur natyrën e Ledionit, duke njohur statusin të suksesit dhe fuqisë që Ledioni ka në një media, do me thënë që Ledioni po të marrësh në nivelin e suksesit është më i suksesshëm nga të gjithë shqiptarët, do thoni pse, sepse Ledioni ka në dorë fabrikën e suksesit. Kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se Gjesti ka famën, në qoftë se Luizi ka famën, në qoftë se Noizdi ka famën, në qoftë se Dhurata Dora ka famën, në qoftë se shumë artistë të tjerë kanë famën, Ledioni ka fabrikën e suksesit dhe besoj që Ledioni nuk është i varur nga askush për të bërë diçka të suksesshme. Se po të studiojmë Top Channelin si media në detaje dhe po të studiojmë Ledionin dhe Sarën si producente, do thënë Ledioni nuk është se në Big Brother merr njerëz wow me sukses gjigant, për shembull Noizin, që ka sukses, që ka klikime, që ka famë, jo. Këto marrin personazhe që kanë qenë dikur,
edhe janë humbur për vite të tëra dhe i rikthejnë në skenë. Për shembull kishim Klajdi Musabeliun, që është një personazh i cili dikur ka qenë tepër i suksesshëm, edhe u humb për një kohë të gjatë. Ndoshta në Big Brother 5-ën, me respektin më të madh, mund të kemi Anjeza Shahinin, e cila dikur ishte këngëtarja e megahiteve dhe sot nuk është më në skenë. Dhe për këtë gjë besoj që Ledioni nuk do të kishte një interes në këtë mes për t'i uruar ditëlindjen Gjestit, por unë jam shumë i bindur që ato të dy dhe së bashku me televizionin Top Channel vazhdojnë projektet, se për shembull ditëlindje kishte edhe Loredana, po Ledioni nuk e uroi. E kuptoni? Ditëlindje kanë patur edhe banorët e tjerë, po nuk e ka uru. Të vetmin nga banorët që Ledioni uron në Instagram është Gjesti, dhe jam shumë i bindur që këtë bashkëpunimin mes Top Channel dhe producentëve të tjerë, që do të thënë është Ylli Limani, ku ne dim shumë bukur që Ylli ka një marrëdhënie shumë të mirë me televizionin Top Channel dhe ka një marrëdhënie shumë të mirë shoqërore me Arbana Osmanin dhe Eduard Grishaj në këtë mes. Jam shumë i bindur që Ledioni po e luan këtë zinxhirin vetëm që mos binë në sy që ndaj banorëve të tjerë. Ledioni dhe Gjesti u kuptua që janë në marrëdhënie shumë të mirë, po na bëjnë lëmsh, domethënë këto e kanë mënyrë të marketingut të tyre. Kjo është mënyra e marketingut, ma besoni këtë gjën, edhe duke e përdorur këtë mënyrë të marketingut, ato mundohen që të marrin të japin, domethënë, dhe të marrin klikimet më të mëdha të mundshme, dhe ju lumt, unë e kam thënë gjithmonë, Top Channel-i di të bëj marketing, Top Channel-i di të mbërthej publikun për ekrani, Top Channel-i di ta marr publikun për vete. Dhe kështu që këtë gjë po bën, mendoj unë nuk dua fare, domethënë, kjo nuk është asnjë lloj ofendimi, se nuk dua ta merr si tip ofendimi as Ledioni as askush, por është një analizë që unë po bëj rreth marrëdhënies së Gjestit, marrëdhënies Ledionit dhe shtëpisë më të madhe, superfuqia e shqiptarëve, që në fakt të gjithë artistët e kanë interesin te kjo superfuqi sepse ka klikimet dhe ka shikueshmërinë. Dhe unë kështu e shoh. Marrëdhënien e këtyre unë e shoh të tillë. Ky është mendimi im, ky është komenti im, qëndrimi im rreth kësaj situate, sepse po të ishte prishur marrëdhënia mes Gjestit dhe Ledionit dhe po të kishte përfunduar gjithçka, jam shumë i bindur, duke njohur karakterin e Ledionit, duke njohur natyrën e Ledionit, nuk është një figurë që nuk e njohim, nuk do të kishte bërë veprimin që të uronte Gjestin në ditëlindjen e tij. Por unë mendoj që Ledioni, Sara dhe Hoxha duan të mbajnë një qëndrim duke respektuar dhe duke vlerësuar të gjithë banorët, ku fatkeqësisht asnjëri mos të ndjetë inferior përballë tjetrit, Dhe për këtë gjë mendoj që është kjo përzgjedhja e tyre, ku në këtë rast me sa shoh unë që kanë prishur marrëdhënie, është vetëm Xuma Allushi edhe Josefin Marku, që domethënë u prishën marrëdhëniet me Top Channel, ndërsa të tjerët i mbajnë marrëdhënie të shkëlqyeshëm, janë të ftuar në emissione të ndryshme, japin analiza të ndryshme, domethënë Gjesti dhe Egli nuk kanë qenë të ftuar në trotuar, kanë qenë të ftuar vetëm në Portokalli. Në këtë rast Rozana Radi ka qenë e ftuar në Portokalli dhe nuk ka qenë e ftuar në trotuar. Unë jam shumë i bindur që Gjesti do të jetë i ftuar edhe në emisionet e tjera në Top Channel, që janë Top Albania Radio, Pardon My French, e shumë emisione të tjera. Gjithsesi doja të komentoj këtë qëndrimin e Ledionit, marrëdhënien e Ledionit me Gjestin dhe këtë situatën që në fakt po përflitet shumë, po komentohet shumë dhe po jepen mendime të ndryshme.